A mund të kemi hakerime të qëllimshme në atë pikë që ju po flisnit? Absolutisht që po. Po, atëherë çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që hakerimet po flasim banka qendrore, e cila do të jetë gjithmonë nga vetë bën. Që do t'jetë përgjegjësja për krijimin e gjithë infrastrukturës që të krijohet deri ke arritja monedës digjitale, që jemi shumë larg se as Europa se ka sot. E ka vënë në test. Para 2 ditësh është bërë në Komunitetin Evropian, Komisionin e Ekonomisë ka hyrë propozime me projekt ligji në mënyrë të tillë që të miratohet dhe infrastruktura. Flas për komunitetin sepse po bëhet pikërisht, se nuk dua të devijoj nga diskursi, po bëhet pikërisht moneda digjitale për të konkuruar edhe vendet e tjera të cilët tashmë e kanë. Por, duke qenë që e gjithë bota po digitalizohet, është normale që të ketë ndërhyrje për sa i përket hakerimeve. Aq sa është edhe normale që të forcohen sistemet në linjë me ato që është forca e hakerimit. Por, sot moneda në vetvete, unë flas edhe si ekonomiste edhe për faktin që nuk e përdorin monedën vetëm individët. Ndoshta për individët që kanë pak para dhe pak transaksione është diçka më e menaxhueshme. Po flasim dhe për bizneset